Nuk jemi në Palermo në viteve 80-90, as në Chicago në viteve 30. Jemi në Shqipëri në Elbasan. Nuk do flasim për emra të mëdhenj të krimit ndërkombëtar, por për qytetarë që njihen në Elbasan dhe në Beqin. Por vëmendje, kjo nuk është një nga ato historitë e përplasjeve banale në lagjet e qytetit. Kjo është një histori e cila është e bazuar në vrasje, në drogë dhe para. Është një histori e bazuar në pabesi, hakmarrje dhe të penduar. Kjo histori fshe brenda shumë gjëra që ne nuk i dimë. Ndoshta as policia që po numëron viktimat. Ka shumë mister që vetëm 2 palët i dinë mes tyre. Dhe si çdo histori e tillë, ngjall frikë dhe pasiguri se çfarë pritet të ndodhë më shumë. Me këto fjali e nisëm emisionin me datën 21 shtator të vitit 2020, kur po flisnim dhe raportonin për një seri ngjarjesh, më shumë se 8 viktima që po ndodhin në qytetin e Shqipërisë së Mesme në Elbasan. Por këto vrasje, numri të cilave u rrit deri në vitin 2024, duke e çuar totalin në më shumë se 17 viktima. SPAK thotë se ka arritur të zbardhë të gjithë dinamikën e konfliktit, kur nisi, si nisi dhe përse kjo përplasje nuk ndaloi. Madje u bë më agresive dhe më e pamëshirshme. Zbardhja e mekanizmit dhe autorëve të thuajse të gjithë vrasjeve të ndodhura është sa nga puna e policisë, sa nga vullneti i disa prej personazheve të përfshirë në konflikt për të bërë bashkëpunëtor të drejtësisë dhe sa nga bisedat e transkriptuara të zhvilluara mes antarëve dhe pjesëtarëve të 2 organizatave kriminale të Elbasanit në skaj ICC. Le të hymë në temë më konkretisht për të raportuar në një cikël emisionesh ato që SPAK shpreh se ka zbardhur për këtë ngjarje dhe për të përcjellë se çfarë ka ndodhur dhe me hetimin policor për këtë ngjarje dhe për këtë përplasje në lupën ligjore. Elbasani në atë periudhë 2018-2021 dhe veçanërisht dekadën e fundit është i ekspozuar nga hakmarrja dhe larja e hesapeve mes grupimeve kriminale. Madje në 6 vitet e fundit është objekt i 2 grupeve të konsoliduar rishtazi që kishin patur më herët aktivitet në Itali dhe që u fuqizuan kaq shumë sa pazaret e prishura për tregun e kokainës në Holland, Belgjik dhe Angli i përcollën dhe në qytetin e Elbasanit, duke e kthyer këtë qytet në një arenë të përgjakshme viktimash, ku policia dhe prokuroria të krijohi përshtypje se ishin një departament statistikash, të paafta për të parandaluar humbjen e jetëve të tjera. Ajo që dihej deri në shtatorin e vitit 2020, të cilën e kemi shprehur dhe publikisht, ishte se 2 grupe dhe familje të njohura në qytetin e Elbasanit, por të padëgjuara më parë në strukturën e tyre organizative të punëve jashtë vendit, dikur të njohur dhe shumë të afërt, prej 2018-s, po zhvillonin aksione të përgjakshme ndaj njëri tjetrit. Arsyet që përfliteshin ishin ato të humbjes së një ngarkese narkotike në shtetin e Hollandës apo të Britanisë Madhe. Pra, konfliktet në vendet e BE-s po përplasnin përgjakshëm 2 grupe në aksin Elbasan-Beqin. Askush nuk po shpëtonte që nga krerët e konfliktit e deri tek ata që si të jashtëm kundrejt pagesës kanë ndihmuar në vrasjet mafioze të ndodhura gjatë viteve 2018-2021. Por vrasjet jo vetëm që nuk ndaluan, por u përshkallëzuan, duke ngjallur një klim terrori, të cilën nuk po e frenonte askush. Pavarësisht se jehona e këtyre ngjarjeve u ndërkombëtarizua, pasi zinxhiri i vrasjeve u transferua përkohësisht dhe në kryeqytetin e Bashkimit Evropian Bruksel, në Shqipëri, si klasa politike dhe institucionet përgjegjëse lizbatuese ishin futur në një gjendje anestezie të pashpjegueshme, ku reagimi ishte ose sporadik ose i njëanshëm, derisa nga fillimi i vitit 2021 pati një zgjim dhe vullnet për të hetuar.
reagim dhe zgjim i cili ishte i pamjaftueshëm për të shkuar në rrënjën e plagës, e cila tashmë ishte gangrenizuar. Në mbyllje të emisionit të 21 shtatorit të vitit 2021, deklarova se pa u zbardhur dhe pa rënë në pranga autorët e masakrës së Trefisht të Bradasheshit, pa u zbardhur dinamika e këtij konflikti, drejtësia nuk mund të konsiderohej në vend, dhe palët pa patur drejtësi do të vijonin të hakmerreshin mes tyre. Në atë kohë thamë që në këtë histori shteti nuk ishte folur për disa nga protagonistët kryesorë të këtij konflikti që qëndronin në hije jashtë Shqipërisë. Nuk u dilte emri zyrtarisht, as nga hetimet policore, as nga shkresat e prokurorisë, por që ishin protagonistët kryesorë dhe determinant në atë që po ndodhte në Elbasan gjatë atyre viteve. Tashmë, ata në hije, por që lëvizni një nga dy fijet kryesore të përplasjes, SPAK, thotë se i kanë nxjerrë në dritë emrat dhe rolet e tyre. Le të ndjekim materialin e SPAK. Prokuroria e posaçme nga hetimi i zhvilluar në kuadër të procedimit penal numër 75 të vitit 2022 ka evidentuar dhe konkluduar se të hetuarit Franz Gergely, alias Franz Çopja, Hajdar Bako, alias Hajdar Çopja, në bashkëpunim me persona të tjerë, të identifikuar dhe të pa identifikuar, kanë drejtuar një organizatë kriminale e cila ka vepruar duke kryer vepra penale të ndryshme, të tilla si vrasje, sigurimi kushteve dhe materialeve për të kryer vrasje, pastrim të produkteve të veprës penale, duke patur si qëllim dhe forcimin e pozitave të tyre në raport me grupet e tjera kriminale rivale për ta. Nga hetimi ka rezultuar se organizata kriminale në arritjen e objektivave të saj është ndihmuar dhe nga funksionar të drejtësisë e punonjës policie. Hetimi i zhvilluar nga prokuroria e posaçme ka evidentuar se dyshohet se veprimtaria kriminale e vëllezërve Çopja, shtetasve Hajdar Bako Çopja dhe Franz Gergely Çopja, daton rreth viteve 2006-2007, ku fillimisht e kanë ushtruar aktivitetin kriminal në Itali, duke shpërndarë në sasi të vogla lëndë narkotike të llojit kokain. Me kalimin e viteve, vëllezërit Çopja u fuqizuan shumë nga shitja dhe trafikimi i drogës, ku nga Italia e shtrin dhe e zgjeruan aktivitetin e tyre kriminal dhe në vende të tjera të Europës, kryesisht në Holland, Belgjik dhe në Mbretërinë e Bashkuar. Gjithashtu, me kalimin e viteve, u rrit potenciali i tyre ekonomik, si rrjedhoi dhe pozita e tyre në raport me grupet e tjera ndryshoi, pasi ata krijuan kontakte të cilat ju dhanë më pas atyre mundësi për të krijuar lidhje të drejtë për drejta me eksponent të rëndësishëm të narkotrafikut në vendet e Amerikës Latine, si vende origjine të kokainës. Hetimet kanë treguar se pas vitit 2018, vëllezërit Çopja janë shndruar në një organizatë kriminale të mirëfillt, e cila në bashkëpunim dhe me grupe të tjera të krimit të organizuar transnacional, e ka zgjeruar veprimtarinë e saj kriminale në trafikimin e drogërave të forta, kryesisht kokain, ku përveç vendeve europiane, dyshohet se kanë trafikuar kokain dhe në vende të tjera jashtë kontinentit europian, si Indi, Afrika e Jugut, Singapore e tjerë. Për të zotruar tregun dhe për të krijuar hegemoninë e saj ndaj grupeve të tjera, kjo organizatë kriminale në vitin 2018 sipas SPAK filloi vrasjen e kundërshtarëve nëpërmjet vrasjeve me pagesë, të cilët kishin dhe ata një rol të rëndësishëm në trafikun e drogës në Europë dhe më gjerë. Vrasja e Trefisht, ku vra shtetasi Endrit Alibej me datën 29 dhjetor 2018 në vendin e quajtur rreth rrotullimi i Bradasheshit në Elbasan,
Ka rezultuar nga hetimi i SPAK se është kryer nga organizata kriminale Çopja dhe qëllimi i kësaj vrasje ka të bëjë me zotrimin e tregut të kokainës dhe krijimin e lidhjeve të drejtpërdrejta me eksponent të rëndësishëm të trafikut të drogës, shtetas të huaj dhe shtetas shqiptar, të cilët kishin influencë dhe kredite në rrjetet ndërkombëtare të trafikut të kokainës. Ndërsa vjedhja e 50 kg kokainë në Londër është përdorur si pretekst nga organizata kriminale Çopja me qëllim që të justifikonin vrasjen e shtetasit Endrit Alibej tek lidhjet e përbashkëta që ata kishin në narkotrafik. Këtu është fjala për shtetas të huaj si dhe shtetas shqiptar, të cilët punonin me të dyja palët, Çopjat dhe shtetasin Endrit Alibej, i cili kishte një rol të rëndësishëm në trafikimin e kokainës nga vendet latine në drejtim të Italisë, Holandës, Belgjikës e Britanisë së Madhe, si dhe vende të tjera të Europës. Organizata kriminale Çopja, për të shkëputur këtë lidhje, duhet me patjetër të eliminonte shtetasin Endrit Alibej. Për të humbur gjurmët rezulton nga hetimet se Franz Çopja ka shkuar për ngushëllim në familjen e Endrit Alibejt, fakt të cilin e tregon me tallje gjatë bisedave me anëtarët e organizatës. Organizata kriminale Çopja, pas vrasjes së trefisht, e kryer me datën 29 dhjetor 2018 në Bradashesh, me datën 1 korrik 2019 në fshatin Broshk, Elbasan, kryen vrasjen e shtetasit Klevin Baho dhe plagosjen e shtetasit Aldo ose Aleksandr Baho, vëllai i tij. Me datën 13/12/2019 në fshatin Përparim, Peqin, kryen vrasjen e Andi Zylyfit dhe plagosjen e shtetasit Ardit Uruçi. Me datën 16/1/2020 në Elbasan, tenton të vrasë shtetasin Kej Piku. Pas këtyre vrasjeve është dokumentuar kundërpërgjigja e grupit Alibejt, të cilët me datën 2/3/2020 vrasin shtetasin Dorian Shkoza dhe Angelo Avdia, ku objektivi i atentatit rezulton të ketë qenë vetëm shtetasi Dorian Shkoza. Me datën 27 prill 2020, vriten shtetasit Besmir dhe Viktor Haxhia vëllezër. Me datën 20/7/2020, në Elbasan, vritet shtetasi Emiliano Ramazani, ndërsa me datën 29/7/2020 në Elbasan, vritet shtetasi Regis Runaj. Si kundërpërgjigje, vijon organizata Çopja, e cila me datën 15/9/2020 në fshatin Sinaballaj kryen vrasjen e shtetasit Klevis Kaplani. Në vijim nga grupi Alibej me datën 17/9/2020, vritet vëllai Talo Çelës, shtetasi Bujar Çela. Ndërsa nga organizata kriminale Çopja, me datën 27 nëntor 2020, vritet Ardit ose Arjan Spahiu në Molenbeek në Belgjik. Gjithashtu organizata kriminale Çopja, me datën 29 nëntor 2020 në Poshtnje, ura vajgurore Berat, ka tentuar të vrasë shtetasin Irfan Azizi. Ka rezultuar si pas pak se organizata kriminale Çopja është e dhunshme, e armatosur, kjo pasi kanë kryer një sër vrasjesh, brenda dhe jashtë vendit, por dhe e pushtetshme financiarisht me burim të ardhurash nga trafikimi i drogës, nga e cila kanë përfituar shuma monetare të konsiderueshme, një pjesë të cilave, shuma të konsiderueshme, janë përdorur për pagesat e vrasësve të rekrutuar. Kjo organizat dallohet për shkallën e veçantë të strukturimit, qëndrueshmërisë, kohëzgjatjes së saj, si dhe qëllimit për të kryer disa vepra penale. Hetimi i kryer nga prokuroria e posaçme ka evidentuar përbërjen e organizatës kriminale Çopja si më poshtë. Drejtues të organizatës kriminale evidentohen shtetasit Hajdar Bako Çopja dhe vëllai i tij Franz Gergely Çopja. Organizatori i vrasjeve evidentohet shtetasi Mikael Qosja, Kamami, Stefo, i njohur ndryshe edhe si Kel Kamami. Krahu i armatosur i organizatës kriminale Çopja evidentohet shtetasi Talo Çela me grupin e tij të vrasësve me pagesë, ku fillimisht kanë rekrutuar të hetuarit Altin Doci, Besmir Haxhia Indier, vrarë nga grupi Alibej, Dashnor Dumani dhe Dorian Shkoza Indier, vrarë nga grupi Alibej. Fuqia e kësaj organizate evidentohet në vlerat e larta të pagesave të ofruara për vrasjet e porositura, në aftësinë e saj për të rikuperuar dhe rimëkëmbur, edhe pas vrasjes së antarëve të saj Dorian Shkoza e Besmir Haxhia dhe arrestimit të Altin Docit.
Evidentohet se pas arrestimit të shtetasit Altin Doci, organizata është shumë e shqetësuar se tashmë kishin mbetur pa gjuajtës, edhe për shkak të vrasjes së Besmir Haxhis, po ashtu në rolin e ekzekutorit, dhe bën përpjekje për të liruar Altin Docin me çdo çmim, por pa sukses. Gjatë kohës së arrestimit të Altin Docit, organizata Çopja kujdeset për familjen e tij duke i dhënë shuma financiare për jetesë, duke i siguruar makinë, duke paguar avokatët në çështjen penale, metodë tipike kriminale mafioze për të siguruar njëkohësisht heshtjen e Altin Docit dhe për t'i kujtuar se organizata nuk e kishte lënë në harres. Hetimet kanë provuar se pas vrasjes së shtetasit Dorian Shkoza dhe vëllezërve Besmir dhe Vitor Haxhia, si dhe arrestimit të Altin Docit, evidentohet një riorganizim i grupit të vrasësve me pagesë të drejtuar nga Talo Çela, ku tashmë kanë rekrutuar Altin Kamamin dhe Maksim Koçin. Më pas, janë bashkuar me organizatën kriminale shtetasit Flobenc Meçe, Alia Zgega, Elio Bitri, si dhe të paktën 2 persona të tjerë ende të pa identifikuar, të cilët kanë kryer vrasje për llogari të organizatës kriminale Çopja. Organizata fillon të interesohet dhe për të nxjerrë nga burgu Arben Muçën, i arrestuar për rastin e grabitjes me armë në Fier, pasi tashmë ju nevojitej si ekzekutor. Dhe po ashtu në komunikimet në Sky ECC, Arben Muça i premton Mikael Kamamit se po doli do të bëhej krahu i tij i djathtë, antar të organizatës në rolin e ndihmësve, persona që kanë siguruar mjetet logjistike, automjete, armë, municion, lëndë plasëse eksplozive, si dhe persona që kanë patur rolin si vëzhgues dhe informator në realizimin e vrasjeve, evidentohen shtetasit Guri Biba, Emiliano Ramazani, i vrar, Eviz Daka, Dorian Shkoza, i vrar, Abedin Mama, Arzen Mama, Fatos Gosa, Ado Gjika, Renato Musaku, Leonardo Ramani, Martin Musaj, Ervin Hysa Çopja, Erviz Daka, Dragovic, Jimmy Hoxha, Agustin Çinari, si dhe persona të tjerë ende të pa identifikuar. Lidhjet në organet e drejtësisë, gjykata dhe prokurori. Organizata kriminale Çopja, nëpërmjet lidhjeve të tyre është investuar dhe ka arritur të korruptojë gjyqtar dhe prokuror për të krijuar akses tek ta, me qëllim mbylljen e çështjeve në ngarkim të tyre, si dhe rëndimin e pozitës së kundërshtarëve. Konkretisht, evidentohet lidhja e kësaj organizate me shtetaset Pajtime Fetau, me detyrë gjyqtare në gjykatën e shkallës së parë Elbasan, Denada Tode me detyrë sekretare gjyqësore pranë gjykatës së Elbasanit, si dhe persona të tjerë për të cilët vijojnë hetimet. Lidhjet në organet e zbatimit të ligjit, policia e shtetit, evidentohen shtetasit Agustin Çinari me detyrë punonjës policie pranë drejtorisë së policisë Durrës, i cili ka patur biseda intensive me shtetasin Franz Gergeli, të cilin e informon në vimësime të dhëna. Martin Musaj, me detyrë punonjës policie pranë drejtorisë vendore Elbasan, si dhe persona të tjerë për të cilët vijojnë hetimet. Lidhjet në biznes dhe pastruesit e produkteve të veprimtarisë penale. Nga të dhënat e siguruara nga organi i akuzës, rezulton se organizata kriminale Çopja, një pjesë të ardhurave të gjeneruara nga aktiviteti kriminal i trafikut ndërkombëtar të drogës, i ka investuar në Shqipëri, kryesisht në sektorin imobilar, nëpërmjet blerjes së pasurive të paluajtshme, si apartamente, vila, bare e restorante si dhe sipërfaqe toke, në qytetin e Tiranës, Elbasanit dhe Durrësit, nga kqyrja dhe analizimi i komunikimeve të zhvilluar në platformën e kriptuar Sky ECC, janë përftuar të dhëna me interes në lidhje me pasurit, investimet dhe asetet e vëllezërve Çopja në Shqipëri. Format e përdorura prej tyre, si dhe personat e përfshirë në procesin e pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Evidentohet përdorimi i sektorit të ndërtimit nga organizata kriminale Çopja, ku nëpërmjet personave të tretë ka injektuar dhe investuar shuma monetare të konsiderueshme cash
për realizimin e punimeve të godinave të banimit në proces ndërtimi si dhe në ndërtimin e godinave dhe komplekseve të banimit nga fillimi. Rezulton se organizata kriminale Çopja ka investuar në çeljen e operatorëve ekonomik, si dhe në përdorimin e operatorëve ekonomik ekzistues me aktivitet në Shqipëri, të cilët de jure janë regjistruar në emër të lidhjeve të tyre shoqërore, miqësore dhe bashkëpunuese, duke mos ekspozuar poseduesit de facto dhe përdorimin e tyre si kamuflim, kopertur, me qëllim pastrimin e parave të gjeneruara nga aktiviteti kriminal. Gjithashtu evidentohet se shteta si Franz Gergely Çopja, në raste të përsëritura, ka realizuar transferimin e vlerave monetare të konsiderueshme cash nëpërmjet përdorimit të zyrave të këmbimit valutor exchange brenda dhe jashtë vendit, duke ia dërguar personave të tij të besuar me qëllim kryerjen e pagesës së ngarkesave të lëndëve narkotike të llojit kokain në vendet e origjinës, Ekuador, Brazil, Kolumbi, Paraguay dhe Bolivi, si dhe të vrasjeve dhe kryerjen e investimeve për llogaritë të tyre në Shqipëri dhe jashtë saj. Në interes të hetimeve, është bërë mundur evidentimi i zyrës së këmbimit valutor me emër tregtar Belika Çimi and Kenny Exchange, me aktivitet zyrë këmbimi valutor me vendodhje në rrugën Ibrahim Rugova në Tiranë. Nga të dhënat e administruara nga organi i akuzës, rezulton se kjo zyrë këmbimi valutor ka shërbyer si bazë ekonomiko-financiare nga e cila janë tërhequr dhe transferuar nga persona antar të organizatës kriminale Çopja shuma monetare të konsiderueshme, të cilat kanë shërbyer për blerjen e pasurive të paluajtshme, blerje sendesh me vlerë, realizim pagesash për blerje të lëndës narkotike. Personat që janë pronar dhe përfaqësues të pikës së këmbimit valutor evidentohen shtetasit Maklen Mici dhe Bashkim Liga, të cilët në raste të përsëritura kanë kryer veprime aktive për llogaritë organizatës kriminale Çopja, me qëllim pastrimin e produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Hetimi ka evidentuar këmbimin, transferimin dhe regjistrimin në emër të personave të tretë të pasurive të paluajtshme, për të cilat ka të dhëna se janë produkti veprës penale, kjo me qëllim fshehjen zhdukjen e gjenezës së burimit të krijimit të ardhurave fillestare. Konkretisht, rezulton se shtetasit Arben Lamçja, Arjan Ormënaj, i cili ka lidhje biznesi me shtetasin Arben Lamçja, Dorian Dyli, Klajdi Merkaj, Regjino Doçi, Armis Stafa, si dhe persona të tjerë të pa identifikuar, kanë kryer veprime aktive për llogaritë të krerëve të organizatës kriminale Çopja, nëpërmjet derjes së pasurive të paluajtshme, financimit të ndërtimit të godinave të banimit, çeljes së operatorëve ekonomik si dhe shitderja e automjeteve, me qëllim mos ekspozimin e tyre si posedues dhe pronar de facto. Gjithashtu, evidentohet se shtetësja Matilda Hoxholli, nëna e vajzës së Talo Çelës, ka marrë përsipër dhe ka kryer veprime aktive me qëllim pastrimin e produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale për llogaritë të Talo Çelës. Duke u referuar çështjes në gjykim, gjykata e posaçme ka vlerësuar se ekziston dyshimi i arsyeshëm i bazuar në prova se 33 të hetuarit për të cilët është kërkuar mas sigurimi personal janë të përfshirë në veprimtari kriminale sipas atribuimit që i ka bërë organi procedues. Qartësisht nga hetimi i zhvilluar nga prokuroria e posaçme ka rezultuar se dy vëllezërit e hetuar, Franz Gergely alias Franz Çopja dhe Hajdar Ballako alias Hajdar Çopja, kanë krijuar një formë të veçantë të bashkëpunimit, atë të organizatës kriminale, neni 333 kodit penal, duke rekrutuar e bërë pjesë të saj të hetuarit Mikael Qosja Kamami, alias Stefo Stafa, i cili ka rolin e organizatorit të vrasjeve. Talo Çela, Altin Doci, Elio Bitri, Arzen Mama e të tjerë. Hetimi ka evidentuar se organizata kriminale e vëllezërve Çopja ka kryer një sër veprash penale të drejtuara kundër jetës, shëndetit, pasurisë, duke cënuar jo vetëm të drejtat themelore të shtetasve, sikurse është e drejta për të jetuar, por dhe duke cënuar rendin dhe sigurinë publike.
Prokuroria e posaçme ka arritur të dokumentojë 33 fakte penale dhe të përcaktojë mbi bazën e provave rolin që ka patur secili prej të hetuarve në secilin prej episodeve. Prokuroria e posaçme ka administruar prova në lidhje me një sër ngjarjesh të rënda të shtrira kryesisht në qytetin e Elbasanit, por dhe në qytete të tjera si Rogozhina dhe Fieri. Nga tërësia e provave krijohet dyshimi bazuar se të gjitha ngjarjet e rënda kriminale janë një përballje e grupit kriminal Çopja kundër atij të Erjon Alibejt, në bisedat i referohen si krymi. Organizata kriminale Çopja duket se e kthen në synim të vetin asgjësimin e grupit të Erjon Alibejt, duke financuar vrasje dhe sigurim të kushteve e mjeteve për të kryer vrasje ndaj vetë Erjon Alibejt e njerëzve të afërt të tij. Endrit Alibej vëllai, Qani Alibej daja, Andi Zylyfi djali Dajes, Arben Spahiu e të tjerë. Organizata kriminale Çopja ka synuar të vendosë hegemonin kriminale dhe ekonomike të tyre, duke zhvilluar paralelisht me aktivitetin e vrasjeve dhe atë të pastrimit të produkteve të veprës penale. Hetimi ka provuar se organizata kriminale e vëllezërve Çopja ka patur ndihmën e punojësve të policisë së shtetit, të cilët jo vetëm ishin në dieni të aktiviteteve të palishme të organizatës, por dhe duke e ditur këtë fakt kanë siguruar informacion që i shërbente dhe janë përfshirë në aktivitete të tjera. Po kështu, si rezultat i hetimit, është konkluduar se kësaj organizate i kanë shërbyer dhe eksponent të sistemit të drejtësisë. Nga mekanizmi i provuar, duket se ka punonjës policie të sistemit të drejtësisë, të cilët vihen në shërbim jo vetëm ta lehtësojnë organizatën kriminale Çopja, por dhe të dëmtojnë rivalet e tyre, duke biseduar për ngritjen e kurtheve me qëllim pastrimin e territorit të veprimtarisë së organizatës Çopja. Organizata kriminale Çopja duket se punon dhe për imazhin e saj, duke dashur të mos ketë lajme negative në media, si dhe mos ketë probleme me OFL-n. Gjykata e posaçme ka vlerësuar se në zbardhjen një sër ngjarjesh të rënda kriminale kanë rëndësi deklarimet e shtetasve Nureddin Dumani dhe Erjon Alibej, të cilët kanë marrë statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë dhe kanë dhënë shpjegime lidhur me ngjarjet e hetuara nga prokuroria e posaçme. Deklarimet e marra nga këta shtetas përputhen me të dhënat e administruara nga komunikimet e shtetasve të përfshirë në veprimtari kriminale nëpërmjet aplikacionit Sky ICC. Lidhur me të dhënat e marra nga kqyrja komunikimeve të zhvilluara nëpërmjet aplikacionit Sky ICC, gjykata vlerëson se kanë vlerën e provës e çmohen në raport me të gjitha provat e tjera, pasi janë administruar në formën e kërkuar nga ligji, konkretisht nëpërmjet letër porosisë. Prokuroria e posaçme në interes të hetimeve të procedimit penal numër 75 vitit 2022, nëpërmjet kërkesës për ndihmë të ndërsjellët juridike, numër L-199, protokoll, datë 16/5/2023, i ka kërkuar autoriteteve gjyqësore kompetente të Republikës së Francës të dhëna mbi disa shtetas shqiptar, të cilët kanë përdorur aplikacionin e kriptuar Sky ICC. Autoritetet franceze të drejtësisë, me datën 23/8/2023, kanë përcjellë në prokurorinë e posaçme në format elektronik me email materialin e kërkuar nëpërmjet pikës së kontaktit në Eurojust. Me datën 15/12/2023, Ministria e Drejtësisë ka përcjellë në prokurorinë e posaçme aktet e autoriteteve franceze të drejtësisë mbi ekzekutimin e letërporosisë së Ministrisë së Drejtësisë të Republikës së Francës. Një dëshmi me rëndësi që zbulon më shumë rreth ngjarjeve është ajo e Erjon Alibejt, e dhënë përpara hetuesve të SPAK në cilësinë e të hetuarit, ku flet për takimin e parë me Nureddin Dumani. Dyshimet që i kishte shprehur se dhe i vëllai i tij dashnori ishte i përfshirë në vrasjen e 3 fish të Bradasheshit. Me datën 15 dhjetor 2022, ka dhënë shpjegime në cilësinë e personit ndaj të cilit zhvillohen hetime Erjon Alibej. Për ngjarjen e datës 29 dhjetor 2018, vrasja e vëllait të tij Endrit Alibej, Xhaxhait Arben Dylgjeri dhe shtetasit turk Erdal Duranaj, Erjon Alibej ka deklaruar: "Dua të jap shpjegime për vrasjen e Dorian Shkozës dhe Angelo Avdis.
Në takimin e parë që unë kam bërë me Nureddin Dumanin, takim që e kemi bërë në një apartament në kat të 7 të pallatit ku unë kam apartament, në të cilin atë periudhë jetonin me qira, djemt e dajës tim, Andi Zylyfi dhe Aurel Zylyfi. Siç kam dhënë shpjegime edhe më parë, në fillim të bisedimeve që fillova të flas për të gjitha ngjarjet që i kanë ndodhur familjes time, që Nureddini kishte dieni për secilën ngjarje, unë kisha mbledhur shumë informacione përpara se të flisja me Nureddinin. Bisedat me Nureddinin kanë shërbyer për të rikonfirmuar atë që unë dija. Një nga personat që unë kisha informacione se ishte i përfshirë në atentatin ndaj familjarëve të mi, në atentatin ndaj Endritit në Bradashesh, ishte dhe vëllai i Nureddinit, që quhet Dashnor Dumani. Për Dashnorin kisha informacione tepër të sigurta, siç e kam deklaruar më përpara, që Dashnori ka qenë një nga ekzekutorët. Në fund të bisedës me Nureddinin, pasi ai mbaroi shpjegimin e tij, unë fillova të jap shpjegimet e mia dhe në fund të bisedës i thash duke e akuzuar drejt për drejt që Dashnori, vëllai yt, ka qenë ekzekutor në ngjarjen e Endritit, ndërsa ti ke qenë në burg në Francë dhe vëllai tjetër ka qenë në burg në Shqipëri. Nureddini nuk e pranoi këtë që i thash, por më shpjegoi që ai me Dashnorin nuk i kanë marrëdhëniet e mira. Gjithashtu, Nureddinit i thash se në atentatin ndaj familjarëve të mi kanë marrë pjesë Talo Çela, Altin Doci, Besmir Haxhia. Për këta kisha mbledhur informacione para takimit me Nureddinin. Kam dhënë shpjegime më përpara. Pas rreth 2 orë gjysmë diskutim, krijova një mendim për Nureddinin, që më korrespondonte me të gjitha ato informacione që unë kisha mbledhur deri në ditën e takimit me të. Por nga Nureddini, mësova nga ai dhe për persona e ngjarje të tjera që unë nuk kisha patur dieni më parë. Tashmë në cilësinë e bashkëpunëtorit të drejtësisë, pasi kishte vendosur të fliste për gjithçfarë kishte bërë dhe dinte, Erion Alibej, me datën 12 korrik 2023, flet sërish përpara hetuesve të SPAK, ku tregon se kur nisi përplasja mes palëve dhe se si u tentua të devijoheshin vrasjet te grupe të tjera. Në këtë rrëfim, Erion Alibej zbulon se te kush dyshoi fillimisht dhe se si arriti të zbulonte se pas vrasjes së 3 fish të Bradasheshit ku humbi jetën dhe i vëllai i tij Endriti, fshiheshin vëllezrit Franz dhe Hajdar Çopja, si dhe Mikael Kamami e Talo Çela. Me datën 12 korrik 2023, ka ridhënë shpjegime në cilësinë e bashkëpunëtorit të drejtësisë, shtetasi Erion Alibej, i cili në lidhje me faktin penal të vrasjes së vëllait të tij Endrit Alibej, Xhaxhait dhe mikut të tyre, ka deklaruar: "Dua të jap shpjegime për një nga ngjarjet më të rënda që i ka ndodhur familjes time, që në fakt është tragjedi për familjen time, nga e cila dhe sot e kësaj dite shumë pjesëtar të familjes time vuajnë akoma. Në 29 dhjetor të vitit 2018, vëllait tim Endritit në Bradashesh i kanë bërë atentat. Ka qenë duke udhëtuar me mjetin Range Rover bashkë me xhaxhain tim Arben Dulgjeri dhe shtetasin turk Erdal Duranaj. Të tre kanë dëruar jetë. Erdali kishte ardhur në Shqipëri një ditë përpara. Para dita të ditë, Endriti bashkë me Erdalin dhe dhëndrin ton Besmir Lala kanë qenë në Tiranë, kanë qëndruar tek lokal Manzo në qendër të Tiranës, mbrapa godinës së Vetingut në rrugën e Kavajës, të cilët kanë qëndruar deri rreth orës 12:30, pak a shumë, dhe janë kthyer për në Elbasan. Endriti me Erdalin bashkë me gjithë pjesëtarët e familjes time, përfshirë dhe xhaxhain tim Arben Dulgjeri, kanë qenë tek dajet e mi në fshatin Përparim në Peqin. Gjatë drekës dhe orët e vona të mbasditës, atje ka qenë e gjithë familja ime, familja e xhaxhait tim, rreth 15 veta. Unë jam bashkuar me ta më vonë, pasi gjatë festave të fundvitit, unë shpërndaja gjela deti njerëzve tanë më të afërt. Atë ditë, mbaj mend që kam qenë duke shpërndar gjela në Durrës dhe Tiranë, si dhe në Elbasan. Mbaj mend që në Elbasan kisha dhe disa porosie për të dhënë akoma. Kam marrë disa gjela tek shtëpia e Sandër Bahos, për të cilin do t'jap shpjegime më tutje. Në qytet, në Elbasan, kam lënë porosi tek Besmir Lala, i cili atë ditë para dite kishte qenë në Tiranë me Endritin dhe Turkun, dhe pasi ishte kthyer kishte vajt direkt në shtëpinë e Elbasan. I kam dhënë porosin Besmir Lalës. Pastaj, bashkë me të kemi dalë për të dhënë një porosi të fundit tek një noter. Në moment që noteri del jashtë, i thash s'po dal unë, se e di arsyen se s'po dal. Po ta hapa nga makina, ta hap bagazhin dhe merr ike në bagazh. Në moment që hap bagazhin, ai merr pulat. Besit i bie telefoni. Në atë moment që i bie telefoni, ishte nusja ime duke bërtit e duke qajt
po e dëgjoja. Unë atë periudhë nuk mbaja telefon, se kisha hallin se më përgjonin, se mos më kapte policia. Në atë moment që ngjoj besin që po bërtiste dhe ulëriste nusja ime në krah tjetër, më thot shpejt se tek rreth rrotullimi në Bradashesh i kanë gjujt e ndritit. Si i thash, si i kanë gjujt e ndritit? Qa po thu? Dhe i them noterit mbylle derën, i them shpejt, mbylle pak të derën e bagazhit, shpejt i them. Është një rrugë që është në qendër të qytetit afër një shatrvani. Por ajo rruga në momentin që isha përballë rruge, është një fast food dhe lokali Dine Çamit. Dine Çami është burri tezës së Mikael Qosës. Në atë moment, unë sa marrë vesh që po bërtiste nusja ime dhe pash përballë, ndalon X6 e bardhë, që në atë periudhë ka qenë në pronësi të Mikael Qosës. Në atë moment unë e kisha gati 20-30 metra larg, sepse unë isha në rrugë të drejtë përballë lokalit. Është rruga kryesore e bulevardit që lidh stadiumin me bulevardin. Ai sa ndalon aty pak, më shikon dhe vjen direkt drejt meje, dhe në moment që vjen drejt meje, ul xhamin dhe i them: "A ke hekur aty?" Hekur kuptohet armë. Më thot mua ky: "Jo, pse, çka ka?" Mbaj mend që lart ka qenë një person tjetër, por mbrapa e kam identifikuar që ka qenë Ervis Çopja. "Viçe," i thërrasim. "Jo," më thot mu, "pse?" Thot: "Çar?" Dhe si jap fare sqarim, ngre xhamin dhe iki me një shpejtësi direkt në vendin e ngjarjes. Në vend ngjarje kur arri, shkoj direkt në atë moment, shikoj që nuk kishte asnjëri aty. Ishin vetëm familjarët e mi. Shkoj tek makina, dera ishte e hapur dhe shoh që e ndriti, kishte marr plumba. I gjakosur komplet, e kap kështu nga fytyra dhe i vë kokën tek gjoksi për ta ngjuar. S'kishte asnjë reagim. Shikoj xhaxhain tim, ishte i vdek. Edhe turku ishte i vdek, vetëm sa i shikoj me sy. Atë ditë që ndodhi ngjarja ka qenë dhe Franz Çopja, Hajdar Çopja, Mikael Qosja, Keli, ky Elvis Çopja, që ka qenë në momentin kur unë u përballa me Kelin. Ishte në makinë me Keli, në makinën X6, që shpjegova më sipër. Kanë qenë çunat e Dine Çamit, i njohur zyrtarisht me emrin Abedin Mama, të cilët Mikael Qosja i ka djemtezje. Në të njëjtën ditë dhe ky grup thonin: "Ua ka bër Suel Çela, ju ka vra Suel Çela, ju ka vra Kamber Mehja." Por shiko, se Sueli nuk ka njëri tjetër. Të njëjtën linjë sikurse grupi i Çapjave që thonin: "Ju ka vra Suel Çela." Asnjë tjetër nuk e bënte këtë tragjedi, përveç atyre, se s'ka arsye sepse. Gjatë asaj periudhe unë komunikova me Suelin nëpërmjet telefonit të kriptuar, që më ka sjell një njeriu i tij. Fjalët e Suelit kanë qenë këto: "Unë nuk të kam hake hile. Bahu i fort dhe kidurim se çdo gjë ka për të dalë. Nuk e di se sa mund të zgjas, por çdo gjë ka për të dalë. Unë po mundohem që dhe unë të zbuloj. Më ke në mbështetje, më ke në krah. Vetëm bëj durim, nuk jam unë, nuk është Gjoni, nuk është askush në këto llafe që po flasin nga ana ime. Nëse ty të del një fjalë, vetëm një fjalë që e vërteton me fakt që është Gjoni, unë do ta sjell me duart e mia pranë teje dhe masakroje, por të jesh i qartë që nëse të del Gjoni nuk bën asnjë gjë pa mua." Këto kanë qenë fjalët e Suelit. I them unë, fjalët e mia kanë qenë vetëm që kush mund të jetë tjetër. I them: "Po pse tha, ti dyshon te unë prap?" I thash: "Po kush mund të jetë tjetër?" "Këtë nuk e di," tha, "por ki durim se do të dalë." Dhe i kam dhënë telefonin atij djali që më erdhi, dhe i kam thënë merre se nuk kam ç'a flas më me të. Për një periudhë të gjatë jam interesuar vetë personalisht në lidhjet e mia shoqërore, por dhe me shoqërinë e Endritit, si dhe familjarët e mi, për të gjetur informacione për personat e atentatit ndaj Endritit dhe familjarëve të mi. Ishte një kohë që flitej se atentatin e kanë bërë vëllezërit Çopja, Hajdar Çopja, Franz Çopja. Në këtë kohë kam vajtur në Holland dhe kam takuar Suel Çelën. Periudha nuk më kujtohet saktësisht. Për këtë takim më kanë ndihmuar një shok i Endritit. Në Holland unë kam qëndruar në Rotterdam, kurse Sueli ishte në Hag. E takoj Suel Çelën në shtëpinë e tij në Hag. U ulëm në tavolinë. Filloj të diskutoj dhe më thotë që ta kanë bërë Franz Çopja me Talon. Franci me Talon me Kelin, kaq më përmend. Më përpara ngjarjes unë Talo Çelën nuk e kisha dëgjuar në jetën time. Ta them dhe Endriti s'ka pas dëgjuar kurrë për Talo Çelën. Kur Talo Çelën e njiftej gjithë qyteti se kush ishte. Si ishte,
Qa ishte? Neve nuk e njihnim. Ta ka bër Talo, më tha. Ta ka bër Keli. Ta ka bër Franci me Darin, më tha. Arsye pse ma kanë bër këtë, i thash. Më tha flitet për 50 kg që kanë humbur në Angli, dhe sikur ja keni marrë ju 50 kg drog. Do të theksoj që më përpara kisha dëgjuar dhe unë për këto 50 kg. I thash Suelit, po mirë, i thash, ti si mendon? Kjo qëndron dhe i them që të betohem se s'ka lidhje fare. Po të flas dhe po të them që nuk ekziston. Ti na njeh se kush jemi, si jemi, qysh jemi, jena rrit bashk, ja dim njëri tjetrit, ku je ti, ku jam unë, si je ti, si jam unë. Në një moment që ishte kështu ulur, ngrihet në këmbë dhe më thot, të betohem për vllajn. Kur ka dal fjala, unë kam menduar që juve ja keni bërë dhe kam thënë, mirë ja kanë bërë atyre pisave. I thash, po çapjat, më kanë ardhur kshu, më kanë thënë, si çua përmenda më përpara. Më kanë thënë në këtë lloj forme për ty. Më qeshi dhe më tha, normalisht që ata do të thojnë, do flasin Sueli, sa ashtu u intereson. Por që të kenë gisht çapjat me ty, me Endritin, unë se besoj, se ato, me sa di unë nuk kanë lidhje me Francin me Darin. Unë se besoj. Në bisede sipër pastaj, po flitshim, po diskutonim. I thash, e di që flet e gjithë Shqipëria për ty, e ka marrë mundimin të vi se duhet të të shoh në sy. Edhe sikur jeta ime të përfundoj këtu, të paktën të vdes një herë mirë, mos të vdes nga pak. Filloi në atë moment, ju mbushën syt me lot, më kapi qafën dhe më tha, unë të kam si Marion, nuk kam se të arrit deri në këtë pikë, aq më tepër për Endritin. Endriti s'më ka bërë gjah. Në lidhje me Gjonin, Gjoni t'i gjuajt e ti, nuk i gjuajt i Endriti. Nuk shkon kjo që unë t'i gjuaj Endritit prej Gjonit. Në qoftë se do të arrinte ta bënte Gjoni këtë që i ndodhi Endritit, nuk do ta bënte kurrë pa mbështetjen time. Gjoni nuk gjen dot një armë e jo më të bëj një masakër. Ajo ishte një masakër, nuk ishte një vrasje. Në qoftë se aq më tepër, në qoftë se ty të del Gjoni. Ore një fakt, dua të dish që jam unë brapa, dhe unë do ta bi kokën e Gjonit në tepsi. Këto qenë fjalet e atij. Kam nejt goxha aty, pastaj jam largu. Më ka dërgu përsëri atje ku më mori, po ky djali. Më tha mu, më ke në mbështetje, më ke në krah. Po mundohem, jam mundu dhe po mundohem me shpirt që të jap gjana të faktume. Thjesht, jo vetëm fjalë, por po them që e ke nga ata. S'ka asnjë tjetër që ta kanë bërë këtë pjesë. Të gjitha këto i shpjegova për t'ua bërë të qartë juve se pas atentatit ndaj Endritit janë Talo Çela, Altin Doci, Mikael Qose, financuar nga vëllezrit Franc Çopja dhe Hajdar Çopja. Dhe po këta janë të njëjtët persona që kanë financuar dhe realizuar atentatin ndaj vëllezërve Baho, në të cilin Kevin Baho ndoroi jetë. Sander Baho u plagos rënd dhe aktualisht është i paralizuar, si dhe atentatin ndaj djalit të Dajes tim Andi Zylyfi, i cili ka ndëruar jetë. Nureddin Dumani, me 21 korrik 2023, flet për herë të parë për masakrën e Bradasheshit, ku godit familja Alibej. A i thot në këtë dëshmi se të dhënat i kishtë mësuar ndër të tjera dhe nga vëllai i tij dashnor Dumani, ku rrofen për dijenin që ka për personat e përfshirë në atentat, ku dashnori ka qenë pjesëmarrës në atentat. Me datën 21 korrik 2023, ka ridhën shpjegime në cilësinë e bashkëpunëtorit të drejtësisë Nureddin Dumani, i cili ka deklaruar: "Dua të sqaroj se në takimin e parë që unë kam bërë me Fatos Gosën në vitin 2019, para vrasjes së Andi Zylyfit në zonën e Njështullës, te dyqani Wilson Ballës që jep makina me qera, prezent kanë qenë Wilson Balla, vllai i tij Marinel Balla dhe një punëtor që lante makinat. Fatos Gosa erdhi së bashku me vëllain tim dashnor Dumani, Elio Bitrin dhe 2 persona të tjerë të cilët nuk e di kush ishin, pasi nuk i njihja dhe emrat e tyre nuk i mbaj mend. Makina me të cilën erdhën ishte e Elio Bitrit tip Mercedes-Benz CLS, ngjyrë zezë. Nuk mund të shpjegoj arsyen e vizitës së tyre aty pasi nuk kam dieni. Por ata kishin ardhur sepse njiheshin me vëllain tim dashnor Dumani. Gjatë kohës që ishim aty, biseduam dhe e morën vesh që unë kisha qenë në burg. Unë, për t'i respektuar se ishin shokët e vëllait tim dashit, i kërkova Wilson Ballës që të shkonte tek lokali përballë dhe të merrte disa pije. Fatosi dhe 2 personat e tjerë, para se të largoheshin në shenjë respekti, më lanë mua nga 50 euro secili.
Siç ua kam thënë dhe shpjeguar dhe më parë, Fatos Gosa është i përfshirë si informator jo vetëm te vrasja e Andi Zylyfit, por dhe në vrasjen e 3 fishë të Bradasheshit, ku janë vrarë Endrit Alibej, xhoxha i tij Arben Dylgjeri dhe miku i Endrit Alibejt, shtetasi turk Erdal Duranaj. Dinamikën e zhvillimit të ngjarjes, vrasja e 3 fishë të Bradasheshit, e di me detaje pasi këtë ma ka shpjeguar vëlla im Dashnor Dumani. Dashi më ka treguar se në atë ngjarje kanë marrë pjesë shumë persona, ku një nga këta persona është Fatos Gosa, i cili ka patur rolin e informatorit. Konkretisht Fatos Gosa ka dhënë në vimësi informacione në lidhje me lëvizjet e Endrit Alibejt, natën e atentatit si dhe ditët e tjera para atentatit. Atë natë para se t'i bëhej atentati Endrit Alibejt, së bashku me maman e tij, bashkëshorten e tij, e cila është shtetase rumune dhe në ato kohë ka qenë shtatzën, bashkëshorten e Erion Alibejt, xhoxhain e tij Arben Dylgjeri, shtetasin turk Erdal Duranaj, fillimisht kanë qenë për vizitë dajet e Endrit Alibejt dhe më pas kanë ndarkuar në një restorant në afërsi të Peqinit. Nuk e di me saktësi se në cilin restorant kanë ndarkuar atë natë Endrit Alibej me familjarët e tij, por di se Fatos Gosa ka njoftuar atentatorët Talo Çelën dhe grupin e tij për vendodhjen e Endrit Alibejt. Atë natë Erion Alibej nuk ka qenë së bashku me familjen e tij. Dua të sqaroj këtu se nga vëlla im Dashi, Dashnor Dumani, ka mësuar se vrasja e Endrit Alibejt është tentuar të bëhej edhe ditë të tjera, konkretisht rreth 5-6 ditë para ngjarjes. Persona të tjerë pjesëmarrës në këtë ngjarje kanë qenë Talo Çela, Altin Doci, Mir Haxhia, Besmir Haxhia, Dorian Shkoza, Mikael Qosja, Gent Sharra, Elio Bitri, vëllai im Dashnor Dumani, si dhe persona të tjerë që me detaje mund t'i di vëllai im Dashi. Në këtë ngjarje atë natë, Gent Sharra ka patur rolin e organizimit të vrasjes sepse ai ka mundsuar vënien në dispozicion të makinës tip Benz Mercedes E-Klas, si dhe armëve të përdorura në ngjarje. Makina para atentatit ka qëndruar në një shtëpi të cilën e kishin 2 pleq në afërsi të servisit të Gent Sharrës. Atë natë, makinën kanë shkuar dhe e kanë marrë në këtë shtëpi Gent Sharra së bashku me vëllain tim Dashnor Dumani. Pasi Gent Sharra ka marrë makinën ja ka dhënë Dashit, i cili më pas e ka dërguar te vendi tjetër që përdorej si bazë nga atentatorët. Dashi më ka treguar se atë natë ka qenë në makinën e atentatorëve së bashku me Altin Docin, Talo Çelën dhe Mir Haxhin. Për këtë ngjarje, unë kam biseduar me Dashin nëpërmjet telefonit të kriptuar Skype, ku unë e kam pyetur nëse ai ka marrë pjesë në atë ngjarje, vrasjen e 3 fishë të Bradasheshit dhe çfarë roli ka patur. Dashi më ka treguar se ai ka marrë pjesë te vrasja e 3 fishë të Bradasheshit, ku ka qenë në një makinë me atentatorët, por nuk ka goditur sipas tij sepse ngjarja ka ndodhur shumë shpejt dhe është hutuar. Në bisedë me Dashin në telefon të kriptuar Skype vetëm kaq kam biseduar në lidhje me këtë ngjarje. Ndërsa detajet e tjera për këtë ngjarje, Dashi mi ka treguar kur ndodhej në Shqipëri para se të largohej në Gjermani në vitin 2019. Por në ato kohë nuk më tregoi se ai kishte marrë pjesë. Këtë gjë ma pohoi më pas kur ai ndodhej në Gjermani dhe kemi biseduar me telefon të kriptuar. Nga Dashi ka mësuar se në atentatin ndaj Endrit Alibejt dhe të afërmëve të tij kanë marrë pjesë 2 makina, në të cilat kanë qenë Talo Çela, Mir Haxhia, Altin Doci, Dorian Shkoza dhe Dashi, Dashnor Dumani. Gjithashtu ka patur dhe persona të tjerë që kanë ndihmuar atentatorët atë natë, por nuk i di me emra konkret. Por si e ka përshkruar policia e shtetit dhe ajo e Elbasanit, zanafillën e konfliktit mes palëve? Ndiqni versione që i qarkullonin në polici zyrtarisht me shkresa në vitin 2020 dhe 2021 për çopjet dhe Alibejt, dikur miq të ngushtë me njëri tjetrin. Versioni i parë i drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit, Gusht 2020. Shtetasi Hajdar Çopja dhe vëllai i tij Franz Shopja kanë punuar prej kohësh me trafikun dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike jashtë shtetit. Kryesisht aktivitetin e kanë patur në Angli. Së bashku me këta, kanë punuar dhe Alibejt, njihen dhe me mbiemrin Dylgjeri. Në fillim të vitit 2017, Hajdar Çopja ka nisur për në Shqipëri një sasi droge, e cila kapte shumën prej 400.000 eurove. Droga ka hyrë nga porti i Durrësit dhe pritësi i saj do të ishte Qani Zylyfi, i njohur dhe si Qani Alibejt, i njohur me nofkën Don Zylyfi. Ky i fundit është daja i Alibejve. Për të marrë drogën në Durrës ka qenë Andi Zylyfi,
aktualisht i vrarë dhe një shok i tyre nga Durrësi i cili edhe ky është vrarë. Sipas burimeve, personi nga Durrësi e ka marrë drogën të cilët nuk dihet se ku e ka çuar nga ana e tij. Hajdar Çopja u kërkonte Alibejve dhe Don Zylyfit lekët e drogës dhe këta nuk ja kthenin. Që nga ky moment kanë filluar konfliktet midis Alibejt dhe Hajdar Çopja. Në prill të vitit 2017 të lokali Don Zylyfit në lagjen Vizarion Çuvani ka patur konflikt midis Hajdar Çopjes dhe Emiliano Gjinit. Ky i fundit lidhje shoqërore e Alibejt. Për të ndarë këtë sherr ka ndërhyrë Elvis Daga Dragovic, i cili ishte lidhje shoqërore e Hajdar Çopjes. Po këtë ditë konflikti është transferuar në zonën e metalurgjisë në Elbasan. Në mbështetje të Emiliano Gjinit kanë qenë Piro Duka, Daksinani, Albert Alterziu, njihet dhe me Nofkën Binaku i vogël, si dhe një djalë nga Durrësi, shoku i Emiliano Gjinit, i cili fill pas sherrit ka ikur me shpejtësi për në Durrës. Sipas burimit, ky person është i pari që është vrarë në Durrës nga Hajdar Çopja. Në këtë konflikt janë plagosur nga të dy palët dhe nga ana e prokurorisë së Elbasan është regjistruar dhe hetuar procedimi penal, por sipas informacionit për lirimin e Hajdar Çopja nga akuza ka patur ndërhyrje nga persona të tretë e konkretisht Mane Rakipi nga Peqini së bashku me shtetasin Kamber Mehja nga Elbasani. Ky informacion duket pak i dyshimt, për shkak se nuk specifikohet se kush është personi nga Durrësi i cili ka mbetur i vrarë. Nuk ka të dhëna rreth identitetit të tij dhe informacionet e tjera, të cilat përmenden, janë evazive dhe të pambështetura në prova. Versioni i dytë është ai i policisë së Elbasanit, i hartuar gjatë viteve 2020-2021. Endrit Alibej, i njohur dhe me mbiemrin Dylgjeri, ka qenë i përfshirë në trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Është hetuar dhe proceduar penalisht nga autoritetet italiane si dhe ka rekorde kriminale në disa shtete të Europës. Në trafikimin e lëndëve narkotike, ka bashkëpunuar me lidhjet e tij familjare, vëllain Erion Alibej dhe kushërinjtë e tij, persona dhe grupe kriminale nga vende të ndryshme të Shqipërisë, dhe për shkak të njohjeve dhe lidhjeve shoqërore kryesisht me banorë të qarkut Elbasan. Kohët e fundit ky shtetas merrej me trafikimin e lëndëve narkotike të llojit kokainë që vinte nga vendet e Amerikës Latine në Europë e më pas bënte shpërndarje në vende të ndryshme të Europës sipas porosive. Kryesisht bënte trafikim nga shteti i Hollandës për në Angli dhe Spanjë. Ndër persona që ky shtetas ka bashkëpunuar në trafik, ka qenë dhe shtetasi Hajdar Çopja ose i njohur si Hajdar Bako. Me këtë shtetas ka patur njohje që në qytetin e Elbasanit dhe për disa kohë, nga viti 2016-2017, Hajdari ka jetuar në shtëpinë e Endritit në Amsterdam, Holland. Dhe si rrjedhoi, thot policia, kuptojmë se kanë patur marrëdhënie të mira. Në këtë periudhë kohore, shtetasi Hajdar Çopja Bako ka arritur që nëpërmjet një shtetasi rumun të siguroj kontakte me një shofer kamioni, i cili bënte transport të mallrave të ndryshme nga Europa në drejtim të Anglisë, dhe me këtë shofer rumun kanë bërë marrëveshje për transportimin e lëndës narkotike nga Hollanda në drejtim të Anglisë. Nga informacionet e marra thuhet se me anë të kësaj rruge transporti që kishte siguruar Hajdar Bako, bënte transport të sasive të mëdha të lëndës narkotike, ku në një rrugë mund të çonte në Angli sasi prej 500 deri në 600 kg lëndë narkotike. Endrit Alibej ka trafikuar disa herë sasi të mëdha lëndë narkotike nëpërmjet Hajdar Bakos, dhe në një rast kur Endriti kishte nevojë për dërgimin e një sasie prej 200 kg kokaine në Angli, 50 kg prej të cilës ishin të tijat, ndërsa pjesa tjetër e lidhjeve të tij shoqërore, Hajdari nuk ka pranuar transportimin e kësaj lënde narkotike me pretendimin se kishte shumë punë dhe nuk kishte mundësi. Që nga ky moment këta dy shtetas janë konfliktuar me njëri tjetrin dhe nuk kanë bashkëpunuar më. Më pas mes këtyre dy personave ka lindur ndjenja e xhelozisë dhe inatit. Në vitin 2018, shtetasi Hajdar Bako ka transportuar dhe ka patur një sasi prej 49 kg lënde narkotike kokainë
në një banesë në shtetin e Anglisë, ku më pas e shpërndante tek personat porositës. Nga personat pa njohur është bërë grabitja e kësaj lënde narkotike, porositësit e lëndës narkotike, ku nga të dhënat pjesa më e madhe ka qenë e porositur nga një grup shpërndarësish anglez, kanë kërkuar që të gjendej personi që kishte bërë grabitjen dhe të vritej, ose të pagueshin për ngarkesën e grabitur. Shtetasi Hajdar Çopja Bako nuk ka arritur të gjejë persona që kanë bërë grabitjen dhe nga informacionet e mëvonshme thuhet se ka mësuar se ka qenë një shtetas shqiptar nga qyteti i Durrësit. Në këto rrethana, Hajdar Bako i ka thënë punëtorit që mbante tek shtëpia ku ishte grabitur lënda narkotike, që të shkonte dhe të takonte anglezët, pronarët e kokainës, me të cilët kishte bërë marrëveshje paraprake që ta torturonin këtë person për të mësuar nëse kishte dieni për autorët e grabitjes. Pasi anglezët e kanë torturuar për disa ditë këtë person, nga të dhënat thuhet se është nga Elbasani, por nuk është identifikuar nga ana jonë. Kanë dashur që ta vrasin, por në momentet e fundit ky person ka arritur të largohet. Pasi ka dalë në rrugë rastësisht, ka takuar një person tjetër nga Elbasani, të cilit i ka kërkuar ndihmë për t'u strehuar. Ky person tjetër i ka thënë të ndihmoj vetëm të çojë në një vend ose tek ndonjë person që ti do. Punëtori i shtetasit Hajdar Bako në këtë rrethana ka marrë në telefon Çani Alibein Zylyfin, i cili ndodhej në Shqipëri dhe i ka kërkuar ndihmë. Çaniu ka kontaktuar me nipin e tij Erion Alibej, i cili ndodhej në Angli dhe i ka thënë që të ndihmonte këtë person, gjë të cilën e ka bërë Erioni. Në dieni të këtyre rrethanave është vënë dhe shtetasi Hajdar Çopja Bako, i cili ka krijuar dyshime se mund të kenë lidhje me grabitjen e kokainës dhe vëllezrit Endrit dhe Erion Alibej. Nga të dhënat e marra përsëri në rrugë operative, është mësuar se vrasjen e shtetasit Endrit Alibej e kanë porositur dhe e kanë paguar në një shumë prej 250.000 eurosh vëllezrit Hajdar Çopja Bako Hysa, Ervin Çopja Hysa dhe Franz Çopja Gergeli. Këta shtetas për organizimin e kësaj vrasje dhe gjetjen e personave që kanë realizuar atë, kanë përdorur shtetasin Mikael Qosja, Kamami Stefo, i cili thirret Keli, të cilin e kanë lidhje shoqërore si dhe bashkëpunojnë në trafikimin e lëndëve narkotike në Europë, kryesisht në shtetin e Spanjës. Po kështu nga ana jonë është marrë dhëna se shtetasi Mikael Qosja për realizimin e vrasjes ka paguar shtetasin Talo Jonus Çela, aktualisht person në kërkim në lidhje me grabitjen e rinasit. Me këtë person kanë lidhje shoqërore dhe kanë bashkëpunuar në aktivitete kriminale të vjedhjeve me dhunë dhe me armë. Po nga të dhënat konfidenciale është mësuar se makina me të cilën është realizuar kjo ngjarje drejtohej nga Talo Çela, por nuk kemi të dhëna në lidhje me personat e tjerë të cilët mund të kenë qenë në automjet me këta shtetas. Pas ndodhjes së kësaj ngjarje, vëllezrit Hajdar Bako, Ervin Hysa dhe Franz Gergely, për të cilët ka të dhëna se të tre ndodhen në Dubai, kanë rritur së tepërmi influencën e tyre në rrethin e personave që merren me trafikimin e narkotikëve dhe në rang ndërkombëtar, duke bashkëpunuar në këtë fushë me trafikant me reputacion ndërkombëtar, ku në bashkëpunim me një shtetas maroken i njohur me emrin Baloto, i cili qëndron në Dubai. Së fundmi, kishin bërë një porosi të madhe të lëndëve narkotike në vendet e Amerikës Latine, ku në paketim ishte stampuar logo e Futboll Klub Elbasanit 1923. Fillimisht nga prodhuesit e lëndës narkotike ishte përgatitur 5 kg, 5 paketime me të dhënat e mësipërme, të cilat me anë të fotografive ishin shpërndar nga vëllezrit Çopja, trafikantëve dhe shpërndarësve të lëndës narkotike në vende të ndryshme të Europës, të cilët kishin filluar të bënin porosi për sasinë e lëndës narkotike që ju duhej. Nëpërmjet medjave, thot policia, nga ana jonë është mësuar se një ngarkesë prej 617 kg lëndë narkotike llojit kokainë, pikërisht me këto karakteristika, ishte kapur në shtetin e Brazilit. Në lidhje me fillimin e konfliktit, Erion Alibej në SPAK ka deklaruar se në fillim, Endriti, vëllezrit Çopja e kishte ndihmuar shumë,
dhe ata ishin fuqizuar po kaq shumë. Vëllezërit Çopja kishin kohë që i rrinin ftohtë atij dhe Endritit, por pa u dhënë arsye. Erion Alibej ka sqaruar se një vit e gjysmë para nisjes së ngjarjeve kundra familjes së tij, vëllezërve Hajdar dhe Franz Çopja u kanë vjedhur në Londër 50 kg kokainë, ngjarje e pasbardhur. Sipas Alibejt, vëllezërit Çopja e kanë mësuar se kush ua kishte vjedhur kokainën. Pas kësaj ngjarje, Erion Alibej sqaron se vetë ai ishte kthyer nga Anglia dhe ka ardhur në Shqipëri. Akoma nuk dim se cili është versioni i vëllezërve Çopja për zanafillën dhe percipitimin e konfliktit me Alibejt. Pavarësisht se nga njëra anë, policia pretendon se zanafilla e konfliktit është ngarkesa e vjedhur e drogës në Londër. E nga ana tjetër, SPAK thot se e gjitha kjo është një alibi për të zotruar dhe dominuar tregun e drogës. Ajo që dihet me siguri është se kjo ngjarje është një llahhtari me 10 jetë njerëzish të vrarë.